është e vërtetë që një person ka desh, domethënë kishte më ndërmjetësu me arrit pajtimin ndërmjet dy familjeve? Po, unë nuk e kam më problem. Arber Gashi, unë e kam shok edhe për para saj me u pakzu. A po më thënë, edhe ai ka orë të na, edhe ka orë dhe mas ju pakzu, po Arbre mas pakzimi nuk u bëma shqiptarë se që ka qenë. Njëjtë. Shqiptarët sikur ka qenë atëherë para pakzimit, sikur ta që meriton durat e vitjet molla. Prandaj unë domethënë e kam pritë si atëherë si tash. Ai ka emrin Arber vetë fjala Arber jam me kuptu më shumë ti, domethënë ka dikush që ka emrin Hasan, ai ka Arber. Po. E çka ai ka orë domethënë Edhe ka orë unë i kuptoj shko fol. Se kom me folë s'ka problem, falë me këndush. Edhe hajdu të na kush duhet me folë. Na nuk jemi kundër pajtimit, kundër afrimit me njerëz. Bravo. Na jemi për afrimin me gjithë vërtetën. E vërteta duhet gjithë ku do që në fund pusit gut me ndjerë. Ja që tash dolmi edhe shpjegojmë edhe mirë se ç'ish ka orë deri tek pasujat që i ke pas, po para se me dol aty, burgin e ke mujt bashkë me Hoxh Shevçet Krasniqi? Me Hoxhën jam kon 2014 një dhomë. E të ka shti me lexu Kuronin, a? Jo, tha lexoj Kuronin, se nëse nuk e lexoj Kuronin nuk je musliman. Unë thash jam musliman. Po, që kom lexu Kuronin, po bima një e lexoj. E mora me lexu edhe kur e mora, aty po shkrujke Zoti i madhreshëm, i gjithë mëshirshëm edhe fuqi plot. Edhe i thash Hoxha, është Zoti i madhreshëm? Po. A unë gjithë mëshirshëm? Po. A ka fuqi? Po. A mnin mu që po flas? Po. Tash me çapi përzihesh Zotit. Bravo. Përzihesh Zotit, ai pidi ka tanë. Ai pidi ka krejtë, që du bashkru. E vërtet. Çka tha Shevçeti tani? Jo, tha këto ki mirë. Tha vetë do të më lexu krejtë. Fillova unë me lexu krejtë, domethënë, edhe kom lexu, domethënë po është një libër, Kurani është një libër jashtëzakonisht e fuqishëm, jashtëzakonisht për besimtarët musliman. Edhe unë kam emrin nga ne. Po, unë jam shqiptar. Po djemtë mi, unë kam emrin pe fillimi, Mariguna e me e modhja. Rilend, Valdren, Valan, Arblind. Nga Gane, i kam bo këtë emna Shqip. A ko gjoma takserat, për shemull, se mi posë emnin nona Teut, e baba Agran, e djali Amar. S'ko. Takserat, nuk e di dëmë thonë. A ti emrin transcendral? Po, dëmë thonë, unë e kom bo emnin pe musliman, Shqip, e kom qitë emnat e mi, edhe tonë janë musliman, minja mi. Po emnat e kanë Shqip. Nuk diskutuar e po. Tash, nëse fëmija mi janë gjesin mive të vetë emnat Amar, Magar, qaj bjen kjo? Kusheq. E ti dëma unë ti qëndroj pas akon emrin? Unë qëndroj emrin tem, qëndroj kur kajt miliardat e botës me midhon nuk e ndroj. Pas fejen? As fejen nuk e ndroj, sepse unë e fejen, nuk e kum bo, unë e kum gjetë. Bravo. Fejen dhe me unë nuk e kum gjetë. Po, një problem që unë e kam kërku me gjetë në katën temin, e kum gjetë edhe ato. Kur ka arë Turqia, shenimet për neve janë hup, janë djek, janë shkatru, edhe vorët janë prish. Dhe më dhënë, gjitha vorët që kanë qenë ma herët janë hup, s'ka më gjurën për shkak se i ka shkatru Turqia. Tani unë kom fillu me hi nga unë, me këshyrë dhe ku përshkujnë atë, ku mujna me mrim ropa. Për shemull, unë e kam emnin nga ne, baba e me ka emnin Adem, bab gjyshi Halil, katra gjyshi Adem, Hysen, dhe kom marrë deri në fund me gjithë një farë sakaku në kullës. Dhe më thonë edhe i kumë vetë në ata bletun, pse i thujnë sakaku i kullës, tha e ka enë otin një kulla, ka ku i kulla atere. Edhe ka në ka posë djole i kulla një pepen, të shna ka kumë bitë e pep kullës. Dhe të thëtë na pas kem qenë besimtarë të fesë katolike. E vërtet? Po, unë edhe ti, apo flasëm Shqip? Po, pra. Qa për nga lidhë? Me Arbrin? Gjua, kumbi, gjokë. Qa për nga lidhë me Tumen, për shembull? Gjua, kumbi, gjokë njëjtë. Po nga lidhë një gjua jonë. Gjua, nëse nuk ka pos kumbe në kuën e Turqisë, ka pos gjumë. Nuk diskutohet, gjua o para herë. Gjitha ta popi që kanë folë gjuën e vetë, janë morë vesh ose kanë folë gjuën sërbë, ose gjuën shqipe, ose gjuën greke, ata e në ko greke, se kanë folë greke, këta kanë folë sërbishtë, në ko sërbë. Ne a kemë folë shqipe, jem ko shqiptar, ose i lirë. Dhe tash, me si përna lidhë gjua, unë e di edhe një diçka tjetër që është shumë rëndësishme, se për para se me shku në gjami, njeri mësot me folë shqip.
Nuk, është e pa diskutueshme kjo. Po s'ka fjalë. Do të thonë, para se mu bëmë musliman të ko shqiptar. Se po mëse ka me vërtet. Zoti na ka lind shqiptar. Po na ka lind, na ka bu Zoti shqiptar. Fejnë e këna zgjedh. Besa ti beson Zot shumë se Zoti ka pështu. Po, mos me pa pas drejt sepse në kërkon vetë drejtin Zotin ima. S'ka fjalë. Më kanë ndihmuar se kum pas drejtën e Zotit për mas vetë dhe më kanë ndihmuar dhe jam i lumtur për mendimin. Po pëlqen shumë që domethënë beson në një fuqi. Jo, unë besoj në Zot, besoj edhe më shumë se do të shkojnë më fal. Se ata që shkojnë më fal e rrenë edhe Zotin. Si dolin bëj aty të bojnë qia, unë as nuk pi raki, as nuk pi doan, as nuk bëj punë, as nuk flas ma shpinë për kërkan, unë e flas vërtetën ato që për atë për atë në televizor. Një njeri që e rren tjetrin në flet, e përgdhel për parasyve, mashtron mas shpinë, ai nuk o për mu kur farë shqiptar. Hey, një farë shani gjeci, bazën shani e përmen shumëre. Regjia nëse ka mundësi një fata djerë në hunë me ta, ta shumi, që është ky, bazën shani. Allah e ka vjera. Në kanë dërë do 2001 dhe kur më kanë plagu mu edhe mi kanë vrojë shok besimin e bekimin nuk o me mu. Edhe do të shonë nuk onë rrje dhe tëna kejtë luft. Pse telefoni e konë shpinë ti, ha? Për telefoni u konë shpiti. Edhe i tha këtë bërë se shani s'po fletë për luftën e ti, tha, ja, tha se s'po du me ja vlendu rrën. Bravo. Kisha po qef do të me shua ta rrën të doktorit. Kisha po qef një dartërkitje të furtë edhe një përshëndetje për Basën Shani. E përshëndesmi për studiu se ish bëri mirë fort. Është edhe një diçka tjetër që e ka thonë shumë herët. Tha, kur vishin problemet, e kena pas një lëmë aty dhe u konë një farë grashtë, i thurën me drume, me hoj. E na bëjke nuk i ke problemet të të grashtë, atje nalë, pej Prishtinë për avi. Atje, për shumë. Edhe na i kemë babgjyshat vllazën, Miftar Bajraktari i Llaushës, edhe Alir Bajraktari, edhe Baci Shon ka prevoj shumë të madhe, ka prevoj shumë të madhe se ka punu një kohë në Hercegna, në Crnagore një kohë të kohë, ka punu në atë kompaninë e brodave që në kohë, edhe me patboni edhe tha, dhejke tha një unë me mrej atje në Crnagore. Tha nuk se marrë kemenja që mundet. Tha edhe një dit, ishëm semafora të i prita, ishën ko policia që atje, tha e të orë dhe ma ka fut, tha të ka piskatu, po mëq, tha erdhën policia më rehen edhe ata, këtu të ta që ja hina unë ati, më shtinë në nënbër. Tha edhe pa hini edhe piskati. E këtu jetë dëqë edhe të gucin edhe piskati. E pas ka pos në fokën tonë. E pas i shorë, unë e ku pos qiltari numër 1. Po me di se edhe shumë me to. Në gjdo emision e përmenë. E përmenë sepse është këshiltari maj mirë që e kumë posun për këtë konat dhe për këtë probleme që i kemi diskutu, kemi gjithë zgjidhë dhe kemi gjithë rrugë kamera.